Mirëmbrëma të nderuar shikues, zonja dhe zotrin, po takohemi edhe sonte bashkë në RTK Prime. Sigurisht do të flasim për zhvillimet e fundit, blokadën institucionale, blokadën e trafikut urban në Prishtinë, blokadën financiare, po ashtu për televizionin publik Kosovës, nga ku po flasim sonte, por edhe për komunat e tjera, për Gjilanin, Zubin Potokun e për atë që përflitet se çfarë mund ta pret Kosovën në fazën që kemi hyrë, kur do të kemi zgjedhje në fund të këtij viti pa një buxhet të miratuar. Në studio kam profesorin ekonomist zotin Berim Ramosa, mirë se erdhe. Mirë. Zotin Fatima Hajdari, mirë se erdhe. Mirë, bashkë, faleminderit. Zotin Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Zotin Sadik Zeshiri, analist, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Zotin Jaka, dua ta nis me ju me që monitoroni punën e Kuvendit të Kosovës, sepse debati shumë i madh po bëhet nëse ishte e drejtë, ishte e padrejtë e mundshme ose jo, që të kalohej faktin buxheti për Prishtinën, Gjilanin, Zubin Potokun, RTK-n për rritjen, për planin e rritjes nga Bashkimi Evropian e të tjera. Jemi në situatën që jemi tash, polarizimi është shumë i madh, është përfshirë edhe presidentja, akuzat janë të ndërsjella, jemi në pikën që jemi. Çfarë ka pas mundësi proceduralisht, ligjërisht të ndodhë sipas asaj çfarë ju e monitoroni dhe e bëni si punë në institutin tuaj? Për publikun, duhet me ditë që data 30 shtatore së cilit vet është data kur komuna e Prishtinës ose komunet caktuar do të më miratu buxhetin. Masaj qeveria deri me 30 tetor dhe kuvendi jo më lart se dhjetori, në mënyrë që në janar mi pas paret secili institucion shtetëror, secila komunë e Kosovës. Komuna e Prishtinës është vënu për me dërgu buxhetin e vet, dhe ato e ka miratu tek në dhjetor. Dhe seanca e fundit e legjislaturës që është mbajt ka qenë data 5 dhjetor. Tash, këtu nuk do të thotë që s'ka mundur të mbahet një seancë tjetër e Kuvendit të Kosovës. Po vetëm diçka, a ka qenë brenda afateve të përcaktuara me ligj edhe miratimi i buxhetit nga komuna e Prishtinës? Jo, s'ka qenë brenda afateve, ka qenë pas afatit 30 shtator. Por kjo nuk do të thotë, sepse problemet s'kan qenë ligjore, kanë qenë problemet politike në asamblenë komunale që nuk ka arrit me pas një shumicë parlamentare atje komunale që me e dërgu një ligj brenda afatit ligjor. Me qenë se ka ndodhur kështu, atëherë është miratu me vonesë, me 14 dhjetor ose 17 dhjetor, dhe kuvendi ka pasur ende mandat që ta përfshijë në ligjin për ndarjet buxhetore, pavarësisht pse e ka miratu. Sepse pas miratimit të ligjit për ndarjet buxhetore, qeveria me 31 janar e miraton këtë buxhet të komunës së Prishtinës dhe e dërgon për kuvend. Dhe në janar edhe në shkurt, deri me 22 mars, pavarësisht pse ne kemi qenë në fushat zgjedhore, ka mundur kuvendi që ta miratoj atë buxhet të komunës së Prishtinës. Pra, përgjithësi fillimisht e komunës së Prishtinës, që e ka miratu pas afatit ligjor, edhe për këtë do duhej me pas, si me thënë, sanksione ose pasoja për politikë bërësit, nuk ka pasur. Zotin Rama, e kemi dëgjuar disa herë të Jokë, do thënë që brenda vitit është në rregull të miratohet. Nuk është në rregull, se është pas afatit me ligj. Po kjo për shkak marrëveshjeve edhe problemeve politike të cilat e kanë përshkruar Kosovën që 5 vite dhe jo vetëm vitin e fundit. Por kuvendi ka mundur që deri me 22 mars ta miratoj një buxhet komunal të komunës së Prishtinës dhe të komunave të tjera. Por përgjithësia kemi pas zgjedhjen shkurt. Mirë dhe, po kuvendi mandat ka pasur deri në 22 mars, sepse ka qenë zgjedhjet e rregullta. Dhe me ligj për qeverinë, të gjitha çështjet të cilat përveç qeverisë në detyrë kur t'i kalon mandati pas datës 22 mars, dhe jo pas para datës 22 mars. Në këtë drejtim, fillimisht përgjithësia përcëres i bie mbi kryetarin e komunës dhe shumicën parlamentare në asamblenë komunale, më pastaj tek kryeministri dhe tek ministri i financave, sepse ministri i financave me 31 janar thotë i lihet legjislaturës së ardhshme që ta miratoj buxhetin, për këtë në ndërkohë nuk e ndalon asgjë që të mblidhet Komisioni për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, ta bëj rekomandimin, ta dërgoj tek kryetari dhe kryesia dhe ta thret. Dhe në fund përgjithësia që sipas nesh është që i bie edhe direkt edhe mbi grupin parlamentar të LDK-s, duke qenë si parti që ka qenë në opozit dhe në pushtet në komunën e Prishtinës, që të nis procedura të caktuara që lejohen me rregullorin e kuvendit, seancë të jashtëzakonshme, ose mbledhet te Komisioni për Buxhet dhe Financa në mënyrë që ta procedojë për seancë. Tash, me rregullorin e kuvendit dihet që edhe puna e kuvendit një muaj ditë pushohet, por kjo nuk do të thotë që mund të shmangën disa afate të tjera në mënyrë që të shpëtoj
edhe të miratohet një buxhet për komunën e Prishtinës, sepse nuk po bëjmë ne fjalë për një buxhet për një komunë të vogël, po për kryeqytetin. Ne kemi rregulluar me ligjin për kryeqytetin komunën e Prishtinës, ndërkohë nuk mund ta rregullojmë me buxhet. Dhe si është e mundur, domethënë po flas prej kryetarit Roma, prej kryeministrit, qeverisë në tërësi, një kuvendit në tënësi, që mos me i nejt gati këtij miratimi të buxhetit. Ka mundur të bëhet deri në atë kohë. E sa i përket pastaj kësaj pjesës e flasim edhe për këtë pjesën tjetër, po. Profesor, ju para shumë vitësh keni qenë në kryet e kryeqytetit. Dhe supozojeni një situatë sikur sot të ishit menaxher kryesori i kryeqytetit me këtë blokadë se si do të mund të funksiononte. Duke qenë se i shpjegoj zoti Jalla këto procedura, apo i bie se po të kishte vullnet dhe një marrëveshje, po themi kështu, për hatër të qytetarëve, do të mund të kalonte kjo të mos kishte shumë inate politike. Shikoni, ndoshta bashkë për këtë arsye se ishin në zgjedhjet lokale dhe gati që krejt ajo, si më thënë, subjekti i zgjedhjeve komunale, sidomos për Prishtinën, ishte blokada dhe kundër blokada, që gati krejt fushata e dy përfaqësuesve që garojshin për Prishtinën, përfaqësuesi LDK dhe ky i VVS, e kanë bën gati tërë fushatën e tyre se si ne jemi të bllokuar dhe se si ne nuk ju bllokojmë. Mirë po duke u bazu në këtë mendësi. Kjo mendësi ka vazhduar edhe mas zgjedhjeve, që në një farë mënyrë tash të dy palët nuk e kanë pas qëllimin me zgjidh problemin, por kush me lën fajtor kënd. Dhe gati që kjo mendësi ka shku deri në fund. Sepse duke u nisur nga procedurat, siç e tha kolegu i nderuar i respektuar që e një ligjin, faktikisht ata jo që kanë përgjegjësi qytetare, po në fakt nuk është këtu në pyetje ndihmëria sociale, as përgjegjësia sociale, është obligimi ligjor. Se ligjet i mbrojnë qytetarët, nuk i mbron vullneti individual i një kryetari ose i një subjekti politik. Në qoftë se i kishin respektu rregullativen ligjore, unë nuk besoj që kishte ardhur deri te kjo situatë. E kur kom qenë unë atëherë faktikisht ndikimet politike kanë qenë shumë të vogla, standardet kryesisht për qeverisje kanë qenë standarde rregullative dhe ligjore, kështu që na më tepër në atë kohë jemi bazuar në ato rregulla se sa në orientimet politike. E kuptoj, po ideja është të jesh menaxher i kryeqytetit, me gjithë këto problematika që i ka, mos kesh buxhet, të kesh këtë blokadë, sot autobuset e trafikut u bën dje dhe sot të bëjnë atë çfarë kanë bërë, sot bllokuan kryeqytetin pa të protesta. Goxha komplikuar profesor. Shikoni, unë mendoj se ka zgjidhje, veç ishte dashur të më informue një grup i përbashkët që zgjidhja është ekipore, nuk është individuale. Zgjidhja mu marrë në mendje nuk është as të kryetari i Prishtinës, as të ministri i Financave. Zgjidhja ishte dashur të ndodhë si rezultat i një bashkëpunimi dy palësh, sepse një mirëbesim politik, ato që e tha edhe më herët juristi, faktikisht një mirëbesim politik i kishte të i kalu edhe gabimet në afatet që kanë ndodhur. Qoftë si gabime në afatet në dorëzimin e bilanceve dhe letrave përfundimtare të buxhetit që ka pas me Bankë Komuna e Prishtinës, administrata, jo politika, dhe në anën tjetër, padyshim, edhe qeveria apo ata administratorët, respektivisht zyrtarët administrativ të qeverisë, ata kishin marrë, ishte dashur i obligon ligji që t'i shqyrtojnë ato dokumente me kohë dhe padyshim, shikoni, ligji është garant për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. Duhet t'i harrojmë ato përgjegjësitë individuale, etikën menaxheriale, etikën kolektive, ato e shkojnë krejt në nivel të përgjegjësive që bazohen në personalitetin e individëve. Kështu që na duhet të mësojmë në këtë republikën tonë se ligji është Zoti, në kuptimin e mbrojtjes së standardeve, mbrojtjes së normave dhe tek e fundit mbrojtjes së interesave të qytetarëve. E qartë. Me juve dy do ta shtroj në një rrafsh tjetër këtë çështje, sepse e kemi diskutuar shumë, po a ka nis fushata për zgjedhjet e përkohshme parlamentare me këtë çfarë po ndodh, sepse shumë kush e sheh këtë si një prej hapave që mund të përcaktoj se si do të jetë fushata,
si do të drejtohen shigjetat ndaj njëri tjetrit. Po fatkeqësisht po përdoret diçka që nuk do të ishte dashur të përdorej për fushatën ose për këtë narrativën e fushatës për zgjedhjet e nivelit qendror, duke hedhur akuza kundra akuza e në mes po e psojnë qytetarët e ata që varen ndoshta më shumti prej buxhetit shtetit ose prej buxhetit të ndërmarrjeve publike që janë qytetarët e këtij vendi që në fund të ditës kanë me përfundu të kutitë e votimit. Po përdoret, është përdorur edhe në të kaluarën, por qysh e thanë edhe parafolësit, mendoj që është dashur të respektohen afatet ligjore në rastin e komunës Prishtinës, po edhe e komunës Gjilanit. E kemi edhe Zubin Potoku. Janë këto 3 komuna që nuk e kanë pas shumicë në asamblet komunale dhe që janë vonuar sa i përket afateve ligjore, pastaj ne dim vështirësitë që Kuvendi i Kosovës ka pas në nivel qendror me konstituimin e tij. Prandaj nuk ka ardhur në rend të ditës kjo çështje, edhe është stërvonuar, kisha me thonë se tashmë jemi në një kohë kur urgjenca diçka kanë filluar të shpërfaqen në gjitha anë, edhe problemi është vetëm duke u rritur. Unë mendoj që LDK-ja ka pas momentumin e saj, sikur kishte dashur me kriju mundësinë për me dalë prej kësaj situate, ka mundur t'i dërgoj 5-6 deputet të vetë dhe të votojnë ditë në seancë, të sot s'kishim pas të lashtë të kësaj natyre, sepse ish aloku buxheti për komunën e Prishtinës, për komunën e Gjilanit edhe komunën e Zubin Potokut, kishim bërë zgjidhje për radio-televizionin e Kosovës, gjithashtu e kishin procedu marrëveshjet e Bashkimit Evropian për fondin për rritjen ekonomike për Republikën e Kosovës. Por çfarë ndodhi? Ndodhi një hezitim i panevojshëm, një kolaps total i mendësisë që unë nuk zhbllokoj situata, pa e menduar që viktime kësaj situatës mos zhbllokuese mundesh me qenë edhe vetë, edhe një komunë kryeqytetin këtë rast që ka me psu me krejt infrastrukturën mrena që ka. Por kreu i LDK-s ka thënë se një diçka tjetër, dhe po kërkoj nga regjia që të më shfaq grafikën e deklaratës së zotit Lumira Bixhiku që e ka dhënë si kundërpërgjigje ndaj asaj që ka thënë presidenti i Republikës Zonja Vjosa Osmani. Zoti Bixhiku thotë kështu: në mbrëmjen e nominimit të Glau Konjucës i kanë shprehur gatishmërinë presidentes së vendit që të votohet një pako, e cila madje mund të bëjë edhe pako e presidentes, me zgjatimin e buxhetit për 3 muaj, me votimin e ligjeve të Prishtinës e Gjilanit, me sigurimin e pagave për ATK-n, si edhe votimin e pakos evropiane të rritjes. Në po atë mbrëmje, me njëherë pas mandatimit të Konjucës, presidentja me ka kontaktuar, duke me thënë se ka komunikuar me mandatarin, duke përcjellur porosin e lëvizjesve vendosur dhe ata janë shprehur shumë pozitiv për këtë ide. Në këto momente kam kontaktuar membri Krasniqin, kryetarin e PDK-s, Ramush Haradinaj nga Fatmili nga Nisma, dhe po ashtu kam kontaktuar edhe me disa ambasadorë të Quintit me cilët kam folur për këtë çështje dhe jemi pajtuar. Nga ai moment nuk ka lëvizur asgjë për 15 ditë. 15 ditë pa asnjë komunikim, përveç një vonesë të pakuptueshme të shpenzimit e ditëve para krizës së paralajmëruar, e pakuptueshme për mua, e lexueshme si tendencë për krijimin e krizës dhe fajsim politik. E qartë, megjithatë presidentja i ka konfirmuar që ka një gatishmëri prej krahut tjetër për ta pranuar këtë propozim. Ideja ka qenë pse nuk kanë qenë ditë në seancë. Nuk ka qenë askush nga LDK-ja. Tashmë e konsideroj që kjo është në kuadër të shfaqësimit para zgjedhjeve qendrore. Se s'ke ofru zgjidhje për një problem që nuk është as i Kurtit, as i Bixhikut, por është problem që e kanë krijuar për qytetarët. Dhe kjo e konsideroj që nuk ka më justifikime. E ke pas mundësinë, ka qenë dita D, ke mujt me shku në kuvend aty, me thonë që ti ke qeveris, nuk pajtohen me këtë metodën tënde, unë jam këtu për qytetarët e Republikës, për komunën e Prishtinës, për fondin e rritjes evropiane, për këtë tjetër për ATK-n, edhe këtu ndohen në rrugë tona, shkojmë në zgjedhje qendrore. Nuk e ka ofruar këtë alternativë. Tashmë është pak vonë. E konsideroj që është justifikim i panevojshëm. Ndoshta a ditë ka justifikim sikur të mos të kishin qenë gjitha ato pika. Për shembull, pika atë ditë që është propozuar ishte për buxhetin e vitit 2026. Ajo nuk vlen. Kanë mundur aty mos të votojnë. E drejtë tyre është të votojsh një pikë, nuk votojnë një pikë tjetër. Shiko, buxhet kur propozon në kuvend ka të drejtë qeveria. Një, dyta, të gjitha këto pika tjera nuk kanë karakter ligjor. Kurse buxheti për vitin 2026 ka karakter ligjor dhe në asnjë seancash që mezi 40 njerëz kanë qenë aty, nuk ka pas shans mu aprovue. Por, padyshim, prap jemi të akorduar në atë që ka mungu krijimi i marrëdhënieve interpersonale jo të
politikës së ditës, në kuptimin e këtyre zgjidhjeve, që ka mujta ditë në kryesinë e kuvendit, kryetari i kuvendit, mi largu të gjitha ato pika që ishin rënë në kundërshtim me normën, rregullativën ligjore, kurse me lanë ato pika të cilat kishin bërë zgjidhje. Në mesin e tyre ka mujt me qenë edhe një pikë për e kom propozu bile unë atë ditë isha mësafir në një media, zgjatjen buxhetore, na e njohim në ekonomi si financimi përkohshëm. Atë nuk ka nevojë fare, as grup, as komision me pas. Kuvendi, mjafton. Mjafton kuvendi. Kryesia kuvendit me fucë në rënditës sepse ajo mundet me qenë propozimi kuvendit për te, për financim të përkohshëm. Një gjë e tillë ka mujt më ndodh, edhe për këto komunat që kanë qenë, ndoshta këto sa i përket planit të rritjes apo marrëveshjeve ndërkombëtare kërkojnë një numër shumë të cilësuar, ajo ka qenë diçka e pamundur, kështu që kanë mujt me gjetë zgjidhje, veç ka mungue disponimi, korrektësia, Qefuria politike. Qoftë institucionale, qoftë njerëzore. Zëqiri, do të fjalën, vetëm ta marrim edhe një shpjegim teknokrat, po themi kështu, episodi Gjoka. Çka ka mujt proceduralisht me ndodha aty? Çka ka mujt proceduralisht me ndodha ju atë ditë. Po se ne kemi po i bën 40 ditë apo 15 ditët e para të zotit Kurti, 10 ditë të presidentes, 10 ditë ndërmjet 2-15 ditëve, po bëjmë pra 40 ditë për të cilat lëvizjave të vendosur si partia e parë nuk ka bërë hapin asnjë hap në drejtim kur po hul asnjë hap, ju hap politik, elektoral, taktik, çka do qoftë tjetër, po hap transparent që kishte me i bo ftesë LDK-s, PDK-s, AK-s, Nismës, komunitetet dhe partive të tjera që me e sjell një marrëveshje ose me thirr një seancë përbashkët. U përmend nga zoti Abdi Gjiku që është shfrytzuar dita e fundit. Dhe dita e fundit nuk është shfrytzuar në mënyrë si më thonë korrekte, sepse seanca kur është thirr, ka një shkresë që janë vetëm deputetët e vetëvendosjes, në atë shkresë njerëzit që e thirrin atë seancë. Dhe nëse do të ishte qëllimi kryesor që procedoheshin ato marrëveshje, ligji përndarje buxhetore, që ne kemi kundërshtuar që nuk është ligjërisht në rregull të dërgohet ai ligj përndarje buxhetore nga qeveria në detyrë, marrëveshje ndërkombëtare, buxheti për komunat e Kosovës dhe disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare do duhej me një shkresë të përbashkët. Dhe kjo është duk në publik si pabesi nga ana e lëvizjes vendosur ndaj LDK-s, PDK-s dhe AK-s, dhe kjo pasaj ka shkaktuar edhe pjesën tjetër. Tash, edhe LDK, PDK kanë përgjegjësinë e tyre, sepse në rastin aktual ata do duhet ta shfrytëzonin këtë që përmenda më herët. Është një diçka që t'japim kontekst. Shohim se çfarë ka thënë presidentja. Ma shfash një grafikën e lutem sepse edhe kjo çfarë tha Abdulgjiku që ta shillojmë. Presidentja po thotë që atë ditë, në shfaqjen e regjia lutem grafikën e presidentes, presidentja thotë që i ka lutur partitë politike që atë ditë ka mundur, zoti Visha. Po, në takim, i ka lutur partitë politike. Në takimin pasi që është propozuar konjusa. Pas 10 ditëshit, kur është propozuar do ta zgjedhë. Adet fali, po adet s'ka posër të drejtë. Ja, kur është automatikisht pas dështimit kur është caktuar dota e mandatorit të dytë, që ku ja ka dhënë 15 ditësh mandatorit të dytë. Para se të jepet 15 ditësh mandatorit të dytë, presidenti në konsultim me partitë politike e ka kërkuar këtë zotim, të cilën ja ka dhënë zoti Abdulgjiku. Ka qenë dakord që të bëhet një gjë e tillë, po. Por ajo këtu ka met në këtë 15 ditësh. Është dosh që kryetari i vendit zoti Bosha t'i ftoj partitë politike në konsultime ose anëtarët e kryesisë. Ai kishte thirrur një takim kryesie, po dhe të futet Tiranë ditë vetëm kjo pika e buxhetit për komunën e Prishtinës, Zilonit dhe Zopin Potokut. Pra unë mendoj që detyrë e ka qenë zotit Bosha që ai t'i ftoj në një takim brenda këtij afatit 15 ditor kur ka qenë mandatuar zoti Konjufca. Se zoti Konjufca s'ka mujt me ftu kërkan. Këta e kanë marrë zotime, kanë dhënë zotime para presidentes që ne jemi të gatshëm sipas Abdulgjikut. Ai ka ftuar edhe PDK-n edhe AK-n edhe Nismën dhe që të gjithë kanë qenë të pajtimit, po ashtu ka marrë presidentja zotim edhe nga VV-ja që do ta mbështet. Paktën deklarimet zyrtare këtu. Por kjo afati 15 ditor i kohës që zoti Konjufca ka qenë mandator, s'ka ndodhur asgjë. I mandatuar në fakt,
nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk është ftuar nga askush. Pra unë mendoj që është dashur të ftohet nga kryetari i kuvendit, sepse kjo është pjesë e kuvendit. Kjo ka pas me kaluar në kuvend, qoftë në komision, qoftë me vota. Por nuk është ftuar. Zoti Konjusa, tashmong ose të propozoj vetë për arsye që është ditur që nuk do të ketë vota për të si mandatari i dytë, edhe të kërkoj një marrëveshje politike nga ajo ka qenë më e mundshme edhe më e mirë. Por që ka qenë më e mundshme që s'kan pas disponim. Dhe tek e fundit të propozoj edhe marrëveshje edhe nuk ka dashur ai me dhon një sinjal që nuk i kanë votat, kupton se politika është diçka më e madhe se sa teknokracia. Po janë ka qenë sekret. A e din se çdo veprim që kishte me bë zoti Konjufca ose lëvizja vetëvendosje në kuptimin hajde t'i bujmë këto zgjidhje sepse nuk do të ketë zgjidhje, por do të ketë zgjidhje, faktikisht i shkuptuen nga opinioni edhe nga deputetët të tjerë se këta si formalitet po e bujnë këtë punë, po e qesin. Ata kanë dashur me dhënë një sinjal politik që na mund t'i kemi numrat. Për ata paragjykimi i zotit Konjufca me thonë hajde të bujmë këtë para zgjidhjes teme, kishte më pas efekte politike negative, mu për atë nuk e bën. Por zgjidhjet kanë mujt të ndodhin 15 ditë prej atij momenti dhe atë as zoti Konjufca, as zoti kryeministri në detyrë, as kërkush nga opozita s'ka pas nevojë me marrë iniciativë. Iniciativa është të shkon në kuvend si iniciative deputetëve, sikur kanë dhënë këtë iniciativën sa ishin që kanë nënshkruar. 42, po. Ata o dosht që atë iniciativë kryetari i kuvendit është dosht me zhvillue në kryesinë e kuvendit. Në momentin që ai s'ka mujt me i bo bashkë si kanë shku në kryesi të kuvendit, është kuptu qartë aty se ajo është një farsë i takimit, është një farsë politike dhe në një farë forme të gjithë janë bon që diçka nuk po din, po në fakt të gjithë e kanë ditë. Të gjithë kanë lujt në këtë letrën kush për e len fajtor kënd. Dhe gati që ajo mendësi e ka udhëheq krejt procesin dhe mu për shkak të asaj mendësis, të asaj loje politike që na ka kushtue me mujtë të tërë, ajo ka vazhdu edhe më buxhetin e komunave dhe sot po vazhdon edhe unë e frigoj se kjo mendësi mund të vazhdoj edhe mas këtyre zgjedhjeve. Çfarë nuk mund ndodh? Çka ka mujt proceduralisht të ishin te kjo? A ka mujt ju po thoni që edhe më herët ka qenë mundur që kaloj të paktën buxhetin për komunën deri në 22 mars. Edhe pjesa për sa deputet është dashur që ta votojnë buxhetin për komunat deri në 22 mars. Pjesëmarrja 61, shumica e 30 deputet. Po. Nëse kishim marrë pjesë të paktën. Këto duket që nuk ka pas disponim. Do të shkonte proceduralisht deri në 22 mars. Disponimi politik ka mundur. Janorit vitit 2025 deri sot s'ka pas disponim as nga partia në pushtet që ka qenë atëherë, por as nga partitë tjera të cilat pas nga partia që udhëheq me komunën e Prishtinës nuk ka pasur insistim në këtë drejtim ekonomike në këtë vend. Proceduralisht do të jokaj, ka qenë mundur që të ndahet votimi i këtyre buxheti për këto 3 komuna dhe për RTK-n prej ligjit për buxhetin për vitin që vjen proceduralisht në seancën e kuvendit. Pavarësisht cilën ditë që do të bëhet ajo, kuvendi i Kosovës i ka pasur gjitha kompetencat e veta sepse siç e tha edhe profesori nuk është ligj. Pra për shembull nëse kishte më qenë ligj, kuvendi me marrë një iniciativë për nismë legislative kërkohet mendimi i qeverisë. Aktualisht është ka qeverinë e detyrë, nuk është as legjitime as legale. Ndërkohë për vendime të tjera të komunave kanë qenë vendime që qeveria e Kosovës i ka miratuar. Përmenda, me 30 janar është miratuar vendimi për komunat e Prishtinës në mbledhje të qeverisë. Ka dalë vetë ministri Murati ka thënë, por që ka thënë gabimisht një pjesë tjetër, ka thënë që i mbetet legjislaturës së ardhshme. Jo, ajo legjislaturë pra teta e kaluara ka mundur ta miratoj më së largu me 22 mars, pavarësisht pse ka pasur fushat zgjedhore, sepse ti nuk mund ta lësh kur janë mundësitë ligjore, ta lësh kryeqytetin pa buxhetin e mjaftueshëm për migrim, sepse ne pasojë tash po i ndim. Tash ka mundur edhe tani të ndahet buxheti për komunat për këto 4 komuna, buxheti për RTK-n, marrëveshjet ndërkombëtare, përveç që ka mungu, po them, konsenzusi politik dhe veçanërisht iniciatori, sepse çka pritet prej iniciatorit, nuk pritet prej një partie si Aleanca për Ardhërinë e Kosovës që ka 5 deputet, sepse nuk mund të nisë proceduralisht, nuk mund të aktivizoj kuvendin.
as LDK-ja dhe PDK-ja, përveç nëse bëhen bashkë. Po aktivizimi është dashur në mënyrë transparente i lëvizjes vetëvendosje. Ajo është dashur që të thras, si më thënë, mos mjaftohet me një takim në kryesinë e kuvendit. Shqoni, ne nëse shëni vefaqen e kuvendit, s'ka aktivitete bashkim, as të kryetarit të kuvendit. Pika të rendit ditës së seancës së thirrur ka qenë votimi për buxhet për i komisioni pika parë, komisioni, ligji për buxhetin. Proceduralisht, kur seanca nis me quorum. Edhe në qoftë se kur votohet një ligj nuk ka quorum, a cilësohet, në qoftë se për shembull janë 60 deputet në seancë, për tyre votojnë 59, a cilësohet si fazë që kalon kjo. Kur një seanca me quorum. Nuk kalon, nuk konsiderohet që është konsumu ajo pikë e rendit. Në këtë rast as ligji për buxhetin kur ke konsiderohet që ka mbetur ende në trajtim për një seancë të radhës. Arsyeja që pyeta kjo sepse ishte pika parë formimi i komisioneve dhe duke qenë se edhe ju e keni thënë që formimi i komisioneve është jashtë procedural, jashtë procedural sepse ai mas pari shkon diskutohet në kryesi. Në kryesi ne diskutojmë për strukturën, formën, numrin, pa ajo vije pas formimit të qeverisë, sepse kuvendi do të me ditë cilën qeveri e ka përballë, cilën qeveri ka me mbikëqyrë, cilën qeveri ka me kërku llogaridhënie dhe pastaj formohen komisione. Dhe kjo nuk u bë. Atëherë kemi situatën kështu. Po ju referohemi me deklarimin zyrtar. Zoti Adigjiku po thotë që janë pajtuar edhe me zotin Lima, edhe me zotin Hamza, edhe zotin Radina dhe shtetit e Kuintit që edhe me zonjën Osmani që të kalojnë për këto pa ligjin për buxhetin dhe pa komisione. Ndërkohë nuk e kanë marrë një, po themi kështu, deklarim zyrtar që po mund të shkojmë me këto pa hy në procedurë edhe për buxhetin edhe për komisionin. Dhe duket që këtu pas ka qenë kjo, po them kushtimisht hilja. Edhe një gjë. Unë e posh këtë materialin për seancën e datës 19. Marrëveshjet ndërkombëtare janë mbërri, janë negocium, përveç kanë mbetur me unë nënshkru në nëntor të vitit kaluar. Nëse ishe mendimet ligjore të Ministrisë së Financave, ministrive përkatëse ato janë kry, po them, edhe marrëveshjet ndërkombëtare kanë mundur të procedohen para datës 22 mars. Pavarësisht se edhe ky kuvend ka mundur të miratoj, ato kanë mundur të miratojnë edhe në kohën kur ka pasur kuvend legjislaturës së 8. Po si kanë votuar, kanë shkuar, e kemi diskutuar. Po kanë shkuar. Kanë shkuar, nuk është votuar. Kanë shkuar, ma dhe kemi pasa darkën në mes zotit Kurti dhe zotit Krasniqi për dakordim për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Nuk kanë qenë ato marrëveshje ndërkombëtare, këto nga plani i rritjes. As nuk janë nënshkruar zonja Hajdari. Jo, nuk janë nënshkruar, me të dërgu, aty nuk janë të nënshkruara. Pra po them, ka mundur qeveria, Ministria e Financave dhe qeveria të ngutet pak më shumë, po si që thadhe, se vetë Kurti e konfirman që ne jemi vonu. A është vonesë, sepse ne nuk kemi pasur këto materiale deri kur ka seancë. Është vonesë sepse s'kalon. Dhe si këtë kur i po. Po s'është votuar. Logjika bllokuese ka funksionuar prej fillimit. Ama aty është përgjegjësia e ka përshkruar këtë situatë nga zgjedhjet. E deri sot e ka përshkruar një logjik e kush është fajtori, kush nuk është fajtori. Domethënë asnjëherë nuk e kanë pas objektivin me zgjidhje ndonjë problem. Jo, një problem. Fjala mujtas, thot një fjalë urtë popullore. Deri sa kanë ardhur në një pikë që janë pajtu gati të gjithë se vetëm zgjedhjet bëhen. Dhe kjo pikë ka ardhur në atë moment kur në një farë forme partia shumicë e kuptoi që nuk i ka numrat dhe s'do t'i ketë, dhe opozita të njëjtën kohë edhe pse ka pas zëra të opozitës se na do të bëjmë qeverinë, mirë po edhe opozita dikur është bindë që nuk mund t'i bën numrat, përveç se ka mujt me i ba me listën serbe, por një sfidë të tillë nuk ka ndosht me marrë mbi vete, dhe mu për atë ka ardhur situata e tillë që në një farë mënyre hajde të shkojmë ma leta zgjidhje për ta ishte me shku në zgjedhje. Që unë e di individualisht deputetët apo këta përfaqësuesit me i pyet individualisht. Asnjëri nuk është për zgjedhje të reja. Duke marrë parasysh sfida që i pret karshi qytetarëve, duke marrë parasysh pozicionin që e kanë pas, sa muj është prit, mos mu bë. 9 muj. 9 muj që kanë marrë rrogë 9 muj pa punu kur gjë. Duke u nisur nga kjo logjik, në qoftë se qytetari kosovar kish me qenë pak racional, kur s'kishte mi u dhënë këtyne individëve më votë, në kuptimin parimor, thëmë,
Jo me ndo individet, kush ka faj më shumë e më pak. Sonte po thëmë figurativisht pas kanë me të bu salat në rrjetet sociale. Mirë, po në lidhjet në përvojën e deri tanishme, ku na kemi një zonë zgjedhore, krejt Kosova, që në fakt nuk ka përgjegjësi asnjë deputet për votuesit e vet, sepse votuesi ka krejt Kosovën, po në fakt nuk e ka kërkend, duke u nisur nga ky parim, ose krejt ose asnjë, sepse sikur të kishin pas votuesin konkret, që ishte nda Kosova në disa zona zgjedhore, qytetari kishte diktue sjelljen e deputetit. Përndërsh, deputetët në kuvendin e Kosovës sillen si ushtar uniform, në kuptimin e respektit të detyrave sipas udhëheqësit të tyre. Po, as një logjik, as kreative, as mendësi individuale, as përgjegjësi, as individuale, as shoqërore. Profesor, një votues i voton 10 deputet, një votë ndonë 10 vende. Kjo është ligji më i keqe që unë nuk dija ka ku në botë për posë në Kosovë kësi ligji. Ligj më të keq për zgjedhjen e deputetëve, për votimin e deputetëve të Kosovës nuk ka se këto. Një i voton 10 vetë. Unë marrë votë në Kaçanik. Në fakt, unë jam prej Gjakove. Qysh ko me përfaqësu interesin e Kaçanika si të ti? Ku nuk e përfaqësoj as ato, as Gjakovën, sepse unë e këtë jetë në Prishtinë. Unë e kemi pas festa Unë e di këmë e përfaqëson të kërshmesh deputetat. Kryetarin e partijës dhe partijë. Për që ata po thëmë, janë rresh ushtar. Për që ata edhe s'ka ide kreativa. Edhe ligji në KQZ duhet të ndryshoj, sepse është kjo kasapone që po i bëhet të zgjedhërve të Kosovës në kuvendin. Pra asambleja është për një. Asambleja është mirë, prandaj duhet të ketë kështu të ndodhë në zona, në 7 zona, edhe Kosova, dhe të jetë profesor Berem Ramosa, si desenas, të jetë në zonën e Dugaxhinit ose në zonën numër 3. Para luftës, kështu ka qenë. Se unë kam qenë deputet para luftës. Dhe të jep llogari votuesve vetë dhe të votohet nga Dugaxhini zgjedhore. Për shembull, prej një komune kanë orë 2 deputet, prej një. Mirë, po a di pse u bë ky sistem? Ky është sistemi më i thjeshtë i mundshëm që na kanë imponuar strukturat ndërkombëtare. Hajde, kjo është Kosovë. Kosova është një qytet për thjeshtësi e kanë. Jo, është edhe diçka tjetër, besoj. Thjeshtësi zgjedhore kjo. Kurse kemi vendet garantuara të rezervuara, ndarja në persona është e pamundur. Komplikuar, po. Kjo është problem. Po zoti Zeçiri, para se më fol për këto. Po duket që seriozisht këto partitë politike pa përjashtim e kanë pas këtë si një lloj brumi me cilin kanë me hyrë në fushat, kush cili më shumë po bën me gisht për njëri tjetrin edhe hajde le të mesin 3 komuna pa buxhet, le të mesin 700 portor të rëtëkës pa paga gajle madhe. Unë nuk mendoj që është mendu edhe nga ata që do të ketë këtë krizë, mas pak të për rëtëkën, besoj sepse për rëtëkën është ndonë një buxhet për 2 muaj, e që unë mendoj që ai komision, ose ata që e ka ndohat buxhet si huamarja që është e keni marrë. Jo buxhetin është dashur që të garantohet një buxhet të paktën deri me 30 dhjetor, megjithatë është mendu që do të ketë zgjidhje të problemeve, e që në fakt ata s'pasën mendu fare as me zgjidh problemet, dhe vetëm që u vendin sa më keq e më keq. Unë nuk e besoj që është mendu prapa dhe herë për përsëris që të mbesin këto komuna, sepse në qoftë se ne ja lëjmë fajt VV-s, këtë rast deputetëve tyre, ose zyrtarëve ose qeveritarëve, sepse ata e kanë udhëheq qeverinë dhe vazhdojnë me udhëheq me detyrë. Por çka do të kishte ndodhur në Prishtinë, po e lënë të kanonësh, me buxhetin e Prishtinës, në qoftë se do të ishte bon kryetar Erullah Çeku. Sot, atë ta kishim këtë teloshe, edhe pse ende se kishte dhonë betimin, zoti Çeku si kryetar, por a do të kishte pas rrugë zgjidhjeje të buxhetit të Prishtinës nga qeveria aktuale për kandidatin e tyre. Jo, kaj? Ose për Gjilonin, pasi atje është kryetari i tyre. Do ta kishim situatën e njëjtë sepse lëvizja vetëvendosje ka Gjilani. Ka udhëhequr dhe udhëheq me Gjilanin e kanë njëjtën bllokadë. Po, ai po thotë diçka. Dikon tjetër po du me dorë. Nuk po du me lënë fajet vetëvendosjes, sepse fajet e tregoj zoti Jokaj, fajet është kur nuk është votu buxheti i komunës së Prishtinës deri me 30 shtator, kur e ka pas afatin ligjor. Dhe ata kanë votu buxhetin për shkak të mosmarrëveshjeve brenda kuvendit komunal, brenda asamblesë. Problemi është i tyre. Ata kanë votu buxhetin dikon me 15 tetor,
e që pas ka mujtë, unë nuk e kam ditë, të votohet ai buxhet në kuvendin e Kosovës Ka mujtë më rikuperu ato vonesa. Kanë mujtë më rikuperu vonesat. Por nuk ka pas vullnet politik. Jo, s'ka pas vullnet. Por fojet fillojnë nga Prishtina, nga asamblistët e Prishtinës që kanë bloku vetë, nga kryetari i Prishtinës që s'ka mujtë mi bind asamblistët, e me pas e ka marrë fojet edhe qeveria e Republikës. Këto unë mendoj që veç ka fillu kjo faza hakmarrëse dhe fushata politike, por që ka fillu në Prishtinë dhe nuk është në nivelin e parë, është në nivelin e dytë politik, sepse është në mes të përparim Ramës dhe ministrit të financave. Ndërsa Abdi Gjiku nga njëherë e jep mbështetje zotit Rama, por zoti Kurti nuk është shumë duke mbrojt vendimin ose të drejtat sipas tyre që i takojnë qeverisë. Prandaj është një luftë e nivelit dytë unë e konsideroj. Dhe unë mendoj që VVR duke bërë një gabim të jashtëzakonshëm, sepse është ka arrit një lider të ri të lidhjes demokratike. Zotin Rama? Zotin Rama. Zoti Rama kishte thënë sonte që nuk është antar i LDK-s. Po zoti Rama i ka marrë votat se ka qenë i kandiduar me LDK-s. Nuk ka lidhje, po megjithatë buxheti i Prishtinës, llogata që po i bëhet Prishtinës, unë i kam pa dje qytetarë duke prit stacionet e autobusëve lokal. Ata kishin qenë të po informuar ose s'kan besuar që do të ndodhë seriozisht një blokot shumë ironike kjo punë. Ne bëjmë apel që të përdoret trafiku urban, të thojmë trafiku urban. Ama unë jepi të drejt trafikut urban. Unë e konsideroj që kjo edhe jepi të drejt kuzhinës qendrore, e cila qysha e lexova para 2-3 dite, një deklaratë të kryeshefit ekzekutiv të kuzhinës qendrore që i furnizon qerdhe, shkollat, edhe besa ushtrisë ka dhonë ndihmë edhe të ushtria me kuzhiner, apo s'di çka ka ndodhur, edhe ata duke punu, duke u mirë kuptu nga operatorët që e furnizojnë, pa porën të furnizuar. Janë 3 shkolla parim me naftë. Që t'ju japin ushqim fëmijëve, prandaj këtu jemi në një situatë të jashtëzakonshme. Dhe këtu profesor vetë që të fillon. Ky vend ka nevojë për profesorin dhe profesora të tjerë të ekonomisë dhe të drejtësisë që të bojnë një qeveri teknike në këtë vend dhe nuk u dosh as forës në zgjedhje me shku. Për të kaluar shumë kriza, sepse ne këtu kemi telashe me buxhetin, me financat, me çështjet ekonomike. Prandaj është vendi edhe nevoja për ekonomist, sigurisht profesorë dhe profesorët e tjerë. Që të dalim nga ky krizë, e me pas të zhvillohen zgjedhjet në muajin mars dhe të fiton kush është më i miri, por mos të ikim asnjëri dhe askush, edhe nëse fiton 50% të votave, po bë koalicion me një parti tjetër. Përgjithësi duhet të ndohet. Para se të shkojmë te kjo krijimi i liderëve të ri, e mendoj që duhet fillimisht me fol për gjëra reale që po na ndodhin në terren. Bashkimi Mirëfilli e filloi duke përdorur termin menaxher. E konsideroj që kryetari i komunës para se të jetë politik duhet të jetë menaxher i mirë. Të ofroj zgjidhje për secilin problem që i del në terren. E konsideroj, edhe nuk e di se si ka funksionuar, sepse ne kemi qenë komunën e Prishtinës, edhe unë edhe Naimi, e dim që në një qeverisje tjetër këto problemet me ndërmarrjet publike as që kanë ekzistuar. Do me thënë se cila ndërmarrje publike ka operuar me fitime në fund vitit, pagat e punëtorëve kanë qenë siguruara, një po flasim për kuzhinën qendrore, ka qenë ndërmarrje e themeluar krye këpot prej ish kryetarit Shpend Ahmeti, një ndërmarrje, një vizion i tij qartë për ta pas një ndërmarrje të suksesshme. Edhe duke pas komuna Prishtinës buxhetin e saj funksional, kemi dëgjuar që shumë ndërmarrje publike janë afër kolapsit ose kanë falimentuar. Dhe kjo s'ka të bëj pastaj me buxhetin fare. Kjo ka të bëj krye këput me keq menaxhimin, me punësimet e tepërta që kanë ndodhur atje, me keq përdorimet e mëdha që kanë ndodhur atje. E konsideroj që para se të jesh politik, duhet të dish të menaxhosh. Trafiku urban ka fituar me profit. Zoja Fatimi, ka operuar me linja buxhetore. Citoj të lutem ish kryetarin e Prishtinës, i cili para 2 ditësh e bën një status, nëse s'gaboj saktësisht, ka mundur të jetë edhe dje, një status në lidhje me trafikun urban ku ai saktësisht precizon arsyet pse ka ardhur deri te kolapsi financiar, sepse janë liruar shumë kategori prej pagesës, edhe rrjedhimisht komuna se ka suportuar pastaj trafikun urban me kompenzime të vazhdueshme, sepse ti lejon një kategori, po duhet dish saktësisht për cila burime kemi i marrë për mi mbulu ato mangësi që krijuan ndërmarrje. Dhe këto janë probleme që janë krijuar në cikël dhe pastaj e kanë çuar ndërmarrjen drejt kolapsit financiar. Dhe këto janë gjëra të qarta që një kryetar që ka, unë e konsideroj që ka qeverisur mirë,
po nuk ka qenë shumë populist, ka vendosur të bëj ato zgjidhjet e tij çfarë ka dashur t'i bëj, dhe pastaj nuk është faqe edhe shumë në opinion edhe përfundoi mandatin që e përfundoi, po e di mirë filli edhe zoti Jaka këtu, që komuna Prishtinës nuk e ka pas asnjë të lashëm në ndërmarrje kur ne kemi dalë. Flasim për zotin Shvend Ahmeti, Po. se është ai shpreha jepet Çezarit atë që i takon. Ka bërë punë të mira kur ka qenë kryetari i Prishtinës. Dhe ka pas 16 ndërmarrje, nëse nuk gaboj naim, që kanë funksionuar secila me profet dhe kanë qenë të mirë organizuar. Njëherë për këtë çështjen e financimit të RTS dhe këtyne. Një ide ndoshta që nuk është shumë e besueshme, por mund të jetë reale. Ndoshta është një konsenzus i partive politike, parlamentare, sot që ekzistojnë, të marë parasysh edhe VVN, edhe këto partit tjera, që e kanë lënë me qëllim këto pika të rendit ditës pa u ekzekutu, respektivisht financimin e këtyre komunave, prej Prishtinës dhe këtyre 2 komunave tjera 1, RTK 2, dhe buxhetin e Kosovës pa vazhdim, respektivisht pa financim të përkohshëm, sepse kanë llogarit pas zgjedhjeve ti përdorin si shantazh ndaj grupeve të caktuara politike brenda parlamentit të Kosovës për të ndërtuar ose mos ndërtuar institucione. Sepse mish për top, ha? Mish për top. Në fakt, pas zgjedhjeve që do të vinë, unë po mundohem me ndërtue një premis prognostike. Ma që është RTK këtu, shumë e pa dinitetshme kështu mi fil dinitetin e punëtorëve profesor. Po shiko, politikanët faktikisht nuk zgjedhin mjete për me ardhur deri te qëllimi. Ti po mendon se të gjithë punojnë në drejtim të përgjegjësive individuale, sociale, etikës. Jo, harroj atë punë. Në momentin që hyn në politik, faktikisht lunë me variabla edhe që janë ndoshta në kundërshtim me dinitetin njerëzor. Po, sa si konstrukt, të gaskon, ha? Shiko, normalisht. Shiko, duke u bazu në këtë konsenzus të pashkruar, që na i thojmë në sjelljen sociale, i thojmë marrëveshje pashkruar, faktikisht këta kanë bërë marrëveshje të pashkruar që buxheti i Kosovës, buxheti i Prishtinës, buxheti i Gjilanit, i Zubin Potokut dhe buxheti i RTK-s, financimi i tyre të jetë mjet shantazhi për ndërtimin ose mos ndërtimin e institucioneve në të ardhmen. Kom të drejtë me mendu këtë. Kjo ishte sa i përket asaj çështje. Ndërsa, sa i përket sipërmarrjeve publike në komunë, sikur na, si Kosovë, të kishim pas një orientim më të qartë ndaj tregut e lirë, ekonomisë së tregut, ekonomisë liberale dhe racionalitetit të zhvillimit të komunave. Ndërmarrjet publike janë kancer për komunën. Faktikisht, krejt këto shërbime publike, prej trafikut urban, kuzhinave, qerdheve, të gjitha, këto ka mujt të jep donacion, të financon komuna, por të lënë si operator të pavarur, sepse vetëm ashtu ka shans të funksionojnë. Përndryshe, në të gjitha ka korrupsion, në të gjitha ka punësim politik, të gjitha punojnë me humbje. Tash nuk po duhet me i generalizu, ka ndonjë ndoshta që punon mbi pikën e rentabilitetit. Por, përvoja e vendeve tjera ka treguar se shumica e këtyre shërbimeve ju besohet operatorëve privat, kurse ata operatorë që nuk mund të funksionojnë dhe janë të nevojshëm për shoqëri, për shembull, po i marrim trafiku urban, nuk mundet me u financue me biletat me financimin që e bën vetë, domethënë si ekonomi e tregut. Për atë pjesë e mbulon komuna. E gjen formën të mbulimit. Jo, komuna mi marrë mi vetë i krejt ndërmarrjet. Unë sa e di bile ndërmarrjet publike hynë në
Aksionarja. Hyn në konjektura të ndarjes së pushtetit. janë aksionarë. Po, partitë politike i ndajnë, unë e duket supermarrja, unë e duket supermarrja. Kjo kejt është në sens. Veç i kemi dy modele të ndryshme. Kemi një model që ka funksionuar me bilanc pozitiv, edhe kemi këtë modelin e bilancit. Nuk e maj, ka ndoshta ndonjëherë. Nuk du me menaxhimi, profesor. Është çështje menaxhimi. A dikush ka menaxhuar mirë dhe ky tjetri nuk po menaxhon. Përvoja ka treguar se si përmarrjet shoqërore dhe si përmarrjet publike në ekonominë e tregut shumë vështirë menaxhohen në mënyrë të suksesshme. Shumë vështirë. Kjo çështja e menaxhimit. Po të mos menaxhonte nuk do ta merrte unë sot sikur tisha. Udhëheqja si Prishtinë. Krejt operacione, krejt operativ matematika financiare. Kjo ka ardhur keq menaxhim. Kjo ka perspektivë. S'ka perspektivë tjetër. Sot jemi në situatën që jemi pa kuvend me zgjedhjet shpallura, në 28 dhjetor me llogarit më të thjeshta deri në fillim të marsit vështirë që mund të ketë institucione, sepse ankesat, certifikim, numërim, rinomërim e tjera, fillimi i marsit edhe nëse ndodhin këto zgjatje buxhetore me automatizëm shantazhe. Ne 12 buxhetit funksionon automatizëm. Sa e kom marrë vesh këtu juristi e denti. Jo, nuk du më përzi. Është 2 muajt e parë ne funksionojmë me buxhetin e vitit paraprak. Paraprak. Janori shkurt. Kjo është në rregull, ne mund t'i bëjmë ato shpenzime. Në muajin e tretë të vitit, pastaj do të vendim të kuvendit, pra dohet me pas një kuvend që është i konstituuar. Dhe po besoj që deri në atë kohë partitë kanë me pas vullnetin që me e kry fillimisht procesin e konstituimit pa ndonjë problem. Pagat e janarit edhe të shkurtit, për shërbysit civil të publik nuk rrezikohen deri në muajin mars. Në mars nevojitet vendim i kuvendit Kosovës. E qartë, por Prishtina, Xhilani, Zubin Botoku si komuna s'mund të marrin buxhet pa një procedurë në kuvend. Pa një procedurë në kuvend të Kosovës. Qeveria sot për sot s'mund të bëjë asgjë. Jo. Shqeni, qeveria aktualisht nuk mund të bëj asgjë. Na jemi vendos në një kurth ku vetëm do një kundërligjshmëri. Po kjo alternativa që ja kanë dhënë asamblesë vjetër për mu mbledh. Po shqeni, aja nuk ka mandat mu. S'ka mandat. Sipas ligjit për veçërisje lokale dhe sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ati përfundon mandatin një ditë masi që të mohon zgjedhjet. Po, do më thonë ata s'kanë mandat më mbledh? Shqo, ata kanë mandat me mbledh në kuptimin fizikisht. Përderisa nuk e jepin betimin. A kanë të drejtë me marrë vendime? Përderisa nuk e jepin betimin asamblisat e ri, ata asamblisat e vjetër mund të marrin vendime. Jo, këtu juristi duhet me ditë, se di. Këta që janë të legislaturës së kaluar, këtyre ju ka përfundu mandati. Një ditë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, konsiderohet që mandati është deri në pa ditë. Edhe këta nuk mund të marrë vendime. Ta shpati deklarim përveç kundërligjshmërisë, që u deklaru në njërë nga lëvizjeve të vendosur, sot pati 2 asamblesë që thanë që do të marrin pjesë dhe do të votojnë. Por le të mbetet në kuadër të ministrisë së administrimit. Po cila është zgjidhja tash? Po cila është zgjidhja? Do dojmë mendu politikanët. Zgjidhja ka qenë aty në kuvend sikur të ishin po. Ka qenë zgjidhja edhe në kuvend, ka qenë zgjidhja edhe në legislaturën e kaluar para datës 22 mars, por secili siç e thon edhe ti profesor, ka kthyer me e gjetë fajtorin, ka kthyer me kalu një periudhë të caktuar dhe mos rastësisht po i përkthehet në votë elektorale në zgjedhjet e dumët të tetorit. Dhe tash e konsideroj që këto bërtima në për rrugë, anaj parët, kjo është ideologjike, kjo është në kuadrë të saj fushatës parazgjedhore që ka filluar, e që nuk do duhet shvizoj, sa është parat në gjatë nuk i ka. Prishtina po e thot një diçka që të ardhurat e të hyrat vetanake që i takojnë Prishtinës, pse po ja blogon qeveria, nëse jo buxhetin të paktën këto tjera të lirojnë. Si është puna më këto? Ato mund të transferohen, por nevojitet vetëm vendim i Ministrit të Financave. Po pra, se ishën diku rreth ato për 37 milionë euro. Për këto ka dhe vendim edhe kërkesë të zotit Raman që është dërguar në gjykatën kushtetuese. Dhe pjesa e hyrave vetanake nuk ka një problem që tash është. Po. Prej vitit 2022, përveç se komunat e Kosovës përfshirë komunën e Prishtinës, hyrat vetanake nuk kanë mërri me i ekzekutu në asë një vetë, të gjitha. Nuk kanë mërri me përmbush. Tash, problemet mund t'jenë politike, mund t'jenë ekzekutive, mund t'jenë teknike, profesionale, cilat të qofshin ato. Dhe që ka bën qeveria me ligjin për ndarjet buxhetore?
hyrat vetanake nga vitet paraprake, sikur se ta them. Kanë të Komunës drejtë. Prishtinës kanë të drejtë me i marrë. Të 5 milion, ka thënë zoti Rama, atyra vetanake janë që i takojnë Prishtinës dhe po i bllokon qeveria. Ka mundur ti transferoj edhe më herët. Kur ka qenë, po e them, Ende ata veprojnë me këtë sistemin me 1.12. Me 1.12. Po me 1.12. Imagjinojmë në fund 25-s funksionurin 1.12-2024. 2024. Duhet me shiku aty, a është problem me letra diçka, apo është problem politik? Nëse është problem me letra, që faktikisht komuna duhet në një farë mënyre me arsyetu ato të ardhura pranë ministrisë, dhe ministria me i aloku mandej, ajo është një çështje tjetër. A në qoftë se është vetëm në nivel Ministria e Financave është e obliguar që të transferojë këto para. Të hyrat vetanake dhe në asnjë moment kur nuk mundet me i ndalë. Se ka tentuar me ligj. Pse nuk ja u ka? Po se ka interpretim. Do thonë ne kemi edhe ministrët të financave, edhe ministritë e tjera që interpretimet kushtetuese ose interpretimet ligjore. Domethënë kanë ata bazohen në ndonjë dokument apo që mas ne këto përkthehen në veprime politike. Po. Sepse shqoni, në vitin 2023 ka qenë një tentativë. Ka qenë tentativë, ajo është bërë ligj. Në ndarjet buxhetore për vitin 2023, qeveria i ka vendosur hyrat vetanake paraprake, jo të vitit paraprak, si më thonë, nëse tash në vitin 2025 ne kemi miratuar ligj për ndarjet buxhetore, të hyrat paraprake të vitit 2024 i ka marrë komuna. Po, përmes ligjit për ndarjet buxhetore i ka marrë vitit 2023, 2022, 2023, cilat s'ka rri komuna në një moment caktuar me i shpenzuar. Pse më smjap të 35 milion të hyra vetanake të timit? Pse më smjaton? Masi është. Nuk e di. Për këtë duhet ta pyetni ministrin e financave. Sigurisht e ka arsyetimin për këtë. Ose të pyetni kryetarin e Prishtinës, i cili ka arsyetimin e vet, pse nuk i ka përgatitur letrat apo. Kryetari i Prishtinës sonte pas ka deklaruar që siç e ka pas këtë që e ka thënë vazhdimisht, është bllokadë qëllimshme, sepse janë hyra vetanake të komunës Prishtinës. Dhe sinqerisht një valloj situatë që po them, nëse kishte me qenë në fuqi ligji i buxhetit për vit për ndarjet 2023, sikur të mos ishte reagimi i jonë si IKD dhe reagimi i LDK-s edhe PDK-s dhe AKS në atë kohë, sepse ata kanë ndodhur ne mund të thonë një kontrabandim i Atinenit nga qeveria në vitin 2023, atëherë kishte më ndodhur që të hyrat jo vetëm të komunës të Prishtinës, po të hyrat vetanake të gjitha komunave të ndaleshin dhe të mblidheshin në nivelin qendror të buxhetit, sepse qeveria çka ka thonë, ti si komunë nuk ke rrimi shpenzu buxhetin. Është një logjikë e obstruksionit këtu krejt. Faktikisht krejt tendencat janë me ndërskamca që thoshin. Edhe kjo u ndru proces. Me vu shkopin në rrota që thonë. Faktikisht kjo logjik na ka pru deri këtu. Tash loja këtu po bëhet kush më i thon përpara kuj hajn. Ose kush më i thon fajtor kuj përpara kush është fajtori. A në fakt pasojat i kanë institucionet e pavarura, si që ju, pasojat i mbajnë qytetarët e Kosovës, pasojat janë të gjitha forma. Mirë po, edhe me thonë, mbledhiment, edhe kjo është qasje shumë iracionale. Duhet të gjejmë forma konkrete, standarde, normative, të cilat i obligojnë, qoftë kryetarin e qytetit, qoftë ministrin, e obligon për afatet, e obligon për letrat, në mënyrë që mos ketë hapësirë për me lujt ping-pong në kuptimin e fatit. Kjo shumë kuptim shmëri në aspektin juridik ka ardhur si rezultat i paditurisë, si rezultat edhe i koalicioneve jo parimore politike, por edhe xhelozive të ndryshme. Zëqiri. Më falë, vetëm edhe një gjë, sikur mos ishte reagimi i ynë si këtë atë kohë, doon problemi do të bëshin hyrat vetanake të gjitha qeveria. Jo të vitit paraprak, të viteve të tjera, sepse në 2021, 2, 3, ti nuk mrin me shpenzuar atë buxhet, dhe rrjedhimisht qeveria ka dashur që me marr atë buxhet, se s'po mund komunat, edhe na shpenzojmë tash në bazë të kritereve të caktuara. Dhe kjo nuk ka qenë lojë. Zgjidhja ndoshta më e lehta ka qenë, më mirë me pagu KDI-n ata si konsulent profesional, juridik, të lutëm, na nuk po dim me i bo këto letra, të lutëm, bënaj këto letra dhe e që përpara. Qoftë qeveria, qoftë komuna, edhe zgjidhja është dalë. U detyru që me ndryshu ligjin, sepse do të prodhoj edhe në ligj tjetër në kushtetuesen. Okej, Zëqiri, kësaj situate politike, po themi kështu, marrë parasysh edhe ato çfarë ka deklaruar presidentja, edhe zoti Abixhiku, zoti Murati, edhe të tjerë,
ai ka paraprirë kështu kushtimisht ose ai ka ndihmuar, po them kushtimisht, edhe ajo që po cilësohet që hyrja në valle e presidentes vendit. Valle politike. Me që është fund mandatit dhe duhet këtë Po duket që president presidenti në tashme përvit tjetër. nuk është presidente konsensuale, ashtu të pakten për deklarojnë partitë të cilat kanë dhonë mendime dhe kanë dhonë datë për zgjedhje dhe që presidentja ka marrë një datë tjetër, prandaj presidentja ka hyrë në valle, është duke luajtur edhe ajo ping-pong, sigur partitë politike. Dyshoj që presidenti është duke u përgatitur që mërëna që sa e afati ndoshta do të jap dorëheqje për të kyç në politikë ose të pret këto zgjedhje dhe të pret shkurtin ose morsin që në qoftë se vazhdohet kjo politike, partive politike, liderëve politik, duke dëmtu edhe veten edhe qytetarët të ketë zgjedhje prap për të kyç edhe presidentja. Ajo tashme duket që nuk është konsensuale, duket që nuk i përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës, duket që nuk i përfaqëson gjitha subjektet politike, sepse duhet të jetë një gardian dhe duhet të jetë një personi kyç, personi kryesor që bën ndërlidhjen e të gjitha problemet të cilat duhet të zgjidhen nëpërmes saj. Unë mendoj që presidentja ka huq, nuk ka kontribuar në zgjidhjen e këtyre problemeve, prandaj gati si fajta lo kryesor presidentes për gjithë këtë situatë që ka ndodhur në Kosovë. E që është këto mujtë e fundit. Okej, zoti Jakaj për këtë çështjen e buxhetit vetëm një subjektive me që janë vetëm për të kënd. Po, sepse jemi në situatë sinqerisht pa precedent, është fundi mujt na që 2 muaj pa paga, kjo është s'di ç'është më shpjegu ndryshe, është goxha fymje e dinitetit ton, më thon kështu troç, jo vetëm financiar, po dinitetit ton si njerëz që punojmë në këtë institucion, cila është zgjidhja, sepse s'ka zgjidhje, po provojmë, po një zgjidhje duhet ketë. Po, zgjidhja ke para 3-4 muajve apo në muajin gusht me dhënien e një hohe për RTK-n, sepse dihet që RTK-ja do t'i kthej prapë paras, do t'i transferohen nga kuvendi, nga thesari përmes Komisionit për Buxhet dhe Punë dhe Transfere dhe do t'i transferoj prapë RTK-ja në qeveritë Kosovës. Pra bilanci prapë do të barazohet në fund. Nuk ka një hohe që s'mundesh me kthy. Por overdraft mbi overdraft tha zoti Kurti s'bëhet. Po shiqoni, qeveria nuk është bankë, edhe RTK nuk është klient. Është kuvendi që e ka themelu, edhe nuk e ka themelu për interes privat, ka themelu për interes publik, dhe këtë e dim secili. Por, për me orë deri tek problematika, është në vitin 2019, përmend raporti progresit për vitin 2021, përmend që në vitin 2019 ka qenë është draftuar një ligj për RTK-n, dhe ku janë përmend kriteret edhe kushtet se si me orë deri te një financimi qëndrueshëm. Raporti progresit të përmend si një ligj shumë të mirë në atë kohë në vitin 2019. Kalojnë 5 vite apo, prej vitit 2019, ose 6 vite, dhe ne nuk kemi një ligj për RTK-n. Dhe çka bëjmë si kuvend? Një anomali e llojit të vetë, të cilën nuk e gjen as për asnjë institucion tjetër. Ne i vendosim kuvendit të Kosovës me ligj brendore buxhetore në një paragraf të nenit 11 aktualisht, që RTK-s i ndahet buxheti 8.9 milion euro. Në ndërkohë, se ti kur e miraton me ligj brendore buxhetore, ta zëm u miraton FSK-s ligjin. A ekziston në muajin e 6 të mos mi transferu në muajin e 7 para për arsye të ndryshme teknike dhe procedurale? Jo. Se ti e ke ndonë me ligj brendore buxhetore që një institucion i caktuar, buxheti vjetor që del prej kuvendit, që dohet. Po çka ka ndodhur këtu? RTK është e obliguar, që kjo është anomali, çdo 3 muaj, çdo 6 muaj me shku në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, një trup politike, një trup që është ndërmjet kryesisë edhe seancës plenare, me miratu raportin e shpenzimeve dhe me marrë një vendim që thesari me kalu mjetet të RTK-s. Mënyra më e mirë me kontrolluar politikisht RTK-n është Ky format dhe shiqë përveç përgjegjësisë, që po them, për ata unë po apeloj. E ka përgjegjësinë i parë. Këtë rast i ka taku lëvizjes vetëvendosje. I ka taku më herët PDK-s, AK-s, kutativën e LDK-s e partive të tjera. Aktualisht i takon vetëm lëvizjes vetëvendosje që nuk i ka sjell një ligj të mirë për RTK-n, po që vendos në ligj brendore buxhetore dhe që i thu çdo 3 muaj duhet me raportu për me dal parë ty çdo 3 muaj ose çdo 6 muaj.
Kjo është anomali, nuk mundesh me cenu dikën kur me ligj i ke ndo paret vjetore, edhe me thonë që në muajin korrekt nuk ka para për juve, sepse do shmarrë me raportu, sepse nuk ekziston komisioni për buxhet dhe punë dhe transfere. E qysh tash, domethënë para mendon një situatë ku ne nuk do të kishim kuvend fare në muajin korrekt ose në muajin gusht, sepse në kuptimin që jemi në ditën e zgjedhjeve, si me pas pare ose para RTK 700 punëtor të RTK-s pa paga, po. Në ndërkohë anomalia kjo ligjore, po flas për kujdesin që qeveria, edhe kuvendi, edhe komisioni për administrat që ka pasur për përgjegjësi me sjellje në ligj të mirë, nuk i ka për asnjë hap. Domethënë, as faqen e parë projekt ligji nuk ka të shkruar. Domethënë, teknikisht domethënë projekt ligji për të kënd. Nuk i ka të shkruar. Kjo është anomali dhe pa përgjegjësi që ka qenë gjatë 5 viteve. Atëherë, për mos më thonë që ja ka qelluar 100% profesori, pi bjen që është ajo që po thotë profesori më shpërtop. Sipërmarrjet publike dhe shoqërore kanë vdek në një ekonomi të tregut. Po, megjithatë Se shiko, këto ciklet ekonomike në transformimet që bëhen sot në nivel global bëjnë që disa sektor të falimentojnë, disa sektor të zhvillohen. Ciklet e bëjnë atë. Edhe ne transformimet që i kemë bë, edhe këto dobësi juridike që i kemë bë me ligje të këqija, faktikisht na çojnë neve në një cikël të ri, që në fakt sipërmarrjet publike, këto shoqërore gati që u transformuan, në atë mënyrën si u transformuan, përmes AKP-s të gjitha. Sipërmarrjet publike duhet të funksionojnë në kushtet ekonomisë të tregut, nëse dojnë me ekzistue. Një, aty ku është interesi publik, apo interesi shoqëror, me ekzistue edhe në qoftë se nuk afaron racionalisht, duhet me gjetë formën e financimit. Paramendoj ju sikur të kishi pas. Të kjo është diçka tjetër, sepse me ligj, kuvendi është themelues, është institucioni i rëndësisë së veçantë. Ani mirë, por ju duhet me punu në atë drejtim që të bëhet një ligj ose të bëhet një regulative tillë që ju mund të funksiononi duke u bazu jo kryput në financën publike ose të buxhetit të Kosovës. Sepse me ligjin e vitit 2019 ajo është rregulluar. 3 vitet e para financim nga buxheti, pastaj parapagimi. Sikur të kishte ekzistuar edhe për mediat në Ballkan, edhe për mediat në Bashkimin Evropian, ai format ka qenë rregulluar me parapagim, po pajtohem që nuk mund të jetë gjetë një formë. Me gjetë një formë ka qenë forma. Vetëm një formë kjo. Sepse sikur të kishte ekzistuar një institucion i tillë publik, okay. Por me dy forma, me dy mundësi, me dy zëra të financimit, qoftë privat, qoftë publik, sot e kishit gjetë ju zgjidhjen më të lehtë. A sot ju tregoj, në aspektin ligjor, na tregoj juristi, jo në bo gabime ligjore, bla bla, kemi ardhur deri këtu, ju në fakt jeni në pat pozicion. Ju asini ata që bëhej privat, asini ata që mbeteni në publik. Duhet me bë zgjidhje të përkohshme. Zgjidhja e përkohshme në një farë mënyrë duhet ta mendoni veten së pari si entitet që faktikisht ka rëndësi publik, dhe në qoftë se është entitet me rëndësi publike dhe me rëndësi për komunitetin, respektivisht për Republikën e Kosovës, duhet të gjetë forma të huazimit financiar. Gjë që kur bën këto zhbllokimet eventuale, që ajo të rimbursohet. Dhe dikush duhet të del garant për ju. Nëse është themelues kuvendi i Kosovës, duhet kuvendi me dal garant. Në mënyrë që ju nëse kërkoni hua dikun, qoftë në institucion privat financiar, qoftë në një institucion publik financiar, ju duhet të keni një farë backgroundi në kuptimin e aseteve respektivisht të kolateralit, garancionit. Kështu që këto kishin me qenë zgjidhje, se zgjidhjet, shikoni, vazhdimisht themi deputetët, parlamenti nuk e bën zgjidhjen. Mos mendoni që zgjidhjet vinë prej atyit. Shumicën e zgjidhjeve kreative vinë nga elitat. Është debat publik, qoftë intelektual, qoftë akademik, qoftë profesional, qoftë
të gjenden forma se si të rregullojmë me letra këtë institucion ta mbajmë, por mos të jetë pronë as politike e një partije. Buxheti ndor që i ndohet 8.7 miliona pasaj ndohet RTK-s. Buxheti vjetor. Buxheti vjetor duhet të derdhet e llogaritë e RTK-s, ajo shumë e përgjithshme. Dhe të kërkohet llogarinë e fund vitit. Jo këta të japin raport çdo 3 muaj komisionit për buxhet dhe transfere në kuvendin e Kosovës. Por buxheti të ndohet komplet e më pas në fund vitit këta të raportojnë për shpenzime e tjera e tjera. Kjo është një çështje që legjislatura ashme duhet të merret. Si po e të tutje, por megjithatë ndërmarrje atë publike nuk duhet demonizuar, sepse ne dimë që shumica e mediave të mëdha në Bashkimin Evropian janë shtetërore. Po vedia qytetare dhe vedia deputetit të tjetër, nuk është jo. Shtetërore janë. Janë publike, por megjithatë të burimin financiare kanë direkt nga shteti dhe kjo për të kontribuar interesit publik. Sepse ne po shohim nga dita në ditë shtimin e numrit të mediave private, e të cilat për 1 ose 1 milion arsye tjera mund të jenë të anshme, sepse edhe u lejohet megjithatë është private, ka të drejtë kursin e saj ta drejtojë kudo që ka nevojë. Këto media që janë publike, megjithatë e ruajnë një standard sa i përket informimit, sa i përket etikës, sa i përket komunikimit, sa i përket gjuhës, dhe kjo është e veçanta e një mediumi publik, e që mirë ose keq këtë kontrollin mund ta kenë nga shteti deri diku. Nuk jam për të demonizuar, e rikthej edhe një herë aty fuqishëm theksin tek menaxhimi i drejtë, e te menaxhimi cilësor. Edhe të posura, falë që po të ndërprej, nuk kanë mujt me i majt. Shiko, qëndrojnë mirë. BBC-ja ka probleme. Po ka probleme. CNN ka pas probleme. BBC, kur të dëgjon BBC, e din çfarë kanë shtëpia shumë të fuqishme kanë probleme në qoftë se nuk e zgjidhin problemin, qoftë të pronësisë, qoftë të financimit, qoftë të afarimit. Është krizë besimi, mendoj që mediat si BBC-ja ja japin vulën e fundit një informacioni dhe prandaj ekzistojnë. Unë e konsideroj që edhe RTK mirë ose keq me 100.000 akuza dhe 100.000 pretendime prapë ruan standardin në raport me media tjera në Kosovë, edhe në ato ku potencialisht punojmë edhe një tjerë. Pa diskutim, prandaj duhet të ruajtur si vlerë e shoqërisë në formën që është. Për të kësaj e konsideroj mos menaxhimi i duhur, nuk duhet na thotë që ne nuk e bëjmë këtë, nuk e bëjmë këtë, nuk e bëjmë as të tjetrën, edhe hajde të lëshojmë krete private dhe të përfundojmë me nivelin e mediave çfarë kemi sot për sot. E që është për kritikë. Na keni bodë krahasime që shumë në me BBC-n. Jo, mirë është standard. CNN megjithatë nuk është institucion publik. Nuk është, por shiko, ka qenë. Por është revolucionari më i madh mediatik. Nuk mundën, jo, unë e thash, jo si shembull në kuptimin e pronësisë, por shtete shumë të fuqishme. Profesor, nuk e ka mundësinë RTK-s me e bo. Në që të kuptim të a ka ndryshu ligjin, para mëno, kitë financimin e RTK-s, 700 punëtor të ekip me një paragraf të njënit të ligji për ndoshta ka rokë raste duhet ju me mendu në këtë drejtim. Jo shumë fikse, por edhe kjo nuk është, sepse po t'ishte 0.7% e buxhetit RTK-s do shkojë drejt me rritjen e buxhetit shtetit. Po fal, shiko, ndoshta kjo është një mësim i mirë për juve, me mendu për të ardhmen, në kuptimin e gjetjes së një forme të një regulative qoftë ligjore, e cila juve ju garanton edhe pavarësi politike edhe financiare. Themelusi, kuvendi i Kosovës. Themelusi. Ati themelusit ju duhet me i quë propozime me mbyt. Mos kujtoni që ata mendojnë për juve. Ju duhet me mendu, nëse ka nevojë në një institucion profesional, si që është organizata e këtij, organizatat e tjera, od avokatëve me pague, me ju rregullu letra në mënyrë që ju me mbajt edhe pavarësinë financiare, edhe pavarësinë politike, sepse ata nuk e kanë bërë rastësi këtë veprim që ju vazhdimisht duhet me kalu përmes komisione parlamentare. Kjo e bë me qëllim që ju me ju mbajt vazhdimisht në kontroll politik. Nuk e mendoj krye këput kështu, e mendoj edhe për këtë nivelin e cilësisë dhe për nivelin e etikës, se megjithatë nëse krijohet pa dashme para gjyku, nëse krijohet... Deputet të Kuvendit të Kosovës nuk janë thirrur as me fol për etikën, as për cilësinë programore, sepse nuk janë profesionistë kësaj fushë ata. Nuk flasin, por megjithatë fakti nuk flasin, por pajtojmë po janë kësaj fushë. Mendoj që disa prej tyre nuk e kanë as nivelin për të folur, disa prej tyre, me gjithë respektin për gjithë secilin atje, por e konsideroj që ky mekanizmi rregullues që është menduar
para shumë kohësh dhe që edhe sot funksionon, e ka me gjithë atë rolin e këtij mekanizmin mbikëqyrës që nëse është diçka jashtë kontrollit për të rregulluar. Në raportin final të jemi të qartë. Që nuk ka pasur vullnet të votuar. Nuk ka shkuar opozita. Jam rënë atë pozitën e avokatit të djallit që i thojnë edhe po duhet vërtet me çu llogarin vazhdimisht te këta deputet. Vetë fakti që këta deputet 9 muaj ditë nuk kanë mujt me ndërtu institucionet të Kosovës. Këta meritojnë kritikat më të mëdha. Nuk du me generalizu, ka aty edhe djem të mirë, qika të mira, ose gra të mira, burra të mirë, ka krejt. Por, përgjegjësia kolektive është shumë e madhe e tyre, që në fakt nuk e kanë bo asë një veprim minimal për me vazhdue institucionet e Kosovës. Ata nuk janë të vetëdijshëm sa u punu shumë për këtë republikë. Me mendu sot, qytetari i viteve 90-ta, çka ka pësu, çka ka hek në atë regjim, dhe me i pa thonë dikush që kemi me ndërtu një republikë, dhe na jemi ata që nuk kemi ndërtu institucione, s'ke mujt me marrë me mend. Për ata jam shumë i zhgënjym, duke u nisur nga ajo se jam pjesë të gjitha atyre periudhave. E kom përjetu edhe periudhën kur na kanë qitë për i punë, e kem përjetu edhe periudhën e segregacionit më të madh, e kem përjetu periudhën kur nuk kem guxu as institucione private me ju qitë emna në gjuhën shqipe. E sot, me mendu me këto obstruksionet të kësaj natyre, që faktikisht lojra politike të nivelit më të ullë i bëjnë sot deputetet, dhe na të jemi në një farforme ignorant ose ti pranojmë ata si përfaqësues qytetar, kjo për mua është mjaft e diskutueshme. Nëse më lejut, u tha shkurtimisht nuk pajtona për qëndrimet ndaj, edhe pse respekt për mendimin e gjithë secilit, qëndrimet në raport me presidentin, e konsideroj që dakordimi për një datë ku potencialisht numri i dalësve në zgjedhje është më i madh, është në interes të Republikës Kosovës, jo detyrimisht është se dikush ka propozuar një datë ose një datë tjetër, nuk e kuptoj logjikën përjashtuese për qytetarët tonë që vijnë prej jashtë. Rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë e vendosin njerëz të brendshëm, sepse mos harrojmë që në Kosovë është numri më i madh i qytetarëve që votojnë. Dhe logjika që potencialisht të lihen jashtë votuesit tonë që vijnë prej Mërgatës, sepse presidentja është në moshë të re, edhe nëse jo sot, nesër ka me dalë prap ka me qenë pjesë e zgjedhjeve, pavarësisht subjektive politike, pavarësisht të fatit saj politik, a kthejt LDK, a vazhdon e vetme, apo i bashkangjitet diku tjetër, paragjykimi pse ajo ka vendosur për një datë për zgjedhjet, nuk duhet na çoj deri atje sa ta konstatojmë që presidentja ka huqur, se nuk është në rregull. E konsideroj që votimi dalja në zgjedhje duhet të jetë sa më masive. Nuk tha ka huqur, ja ka huqur. Jo tha ka huqur. Konteksti ishte të zhvillimit. Shiko. Nuk thash ajo ka huqur. Ajo ja ka huqur. Duhet të jemi korrekt. Por institucioni duhet të respektohet. Por, unë thash nuk më intereson personi, institucioni duhet të respektohet. Deri sa ajo është president. Po, deri në ditën që është, madje faktikisht na kem obligim qytetar ta respektojmë institucionin. Shikoni, secili president ka milion gjurmët e veta. Po. A e dini, ta them edhe një gjë tjetër. Më fal në kuptimin e asaj që e thatë. A e dini që unë kom qenë këshilltari i presidentit Rugova. A din sa herë kemi ndi na në parlamentin e Kosovës, nga deputet, kemi ndi se ky president nuk është konsensual. Kemi ndi 100 herë. Mirë po, mos me ndoni që ndoni president vjen me shkallë të plot konsensualiteti. Jo, konsensual ka veç kur zgjedhet për popullit, u kryej. Edhe te kontrolli e bën konsensual. Në momentin që zgjedhet nga parlamenti, aty është garë votash. Dhe mos priti që një president ka me qenë i pikur nga qielli. Është produkt i asaj mendësie të atij parlamenti. Lutem, nëse krejt për ato të mirat që ka me i bë, ka me lonë gjurmë pozitive, për ato të këqijat ose dobësit, ka me lonë gjurmë negative, na jemi ta respektojmë si institucion. Me respektu si institucion. Po kur është për me folë për tema, për çështje
për më dhënë kontekst zhvillimeve, ngjarjeve, deklarimeve, edhe ato do të më thonë sepse diskutim. respekt nuk në kupton po ndëgjojmë çfarë ka thonë edhe kaq mjafton. Jo, sepse jemi në një situatë ku roli i presidentes është shumë i madh dhe sigurisht që duhet trajtohen edhe veprimet e saj. Po, por Kjo nuk në kupton disrespekt. Po, por është në të drejtën e vetë. Sikur të kishte bajo një veprim që është në kundërshtim me ligjin, ose nuk është autoriteti saj personal, Për të kaluar kompetencat e saj. Nuk e kontestoj dikush. Përndrysh, e mirë, e keqe, jo konsensuale, shumë konsensuale. Këto janë perceptime individuale, që unë respektoj perceptimet individuale të individit. Por, duke u nisur nga fakti se jemi në proces të ndërtimit të institucioneve, na nuk guxojmë të personalizojmë institucionin. Institucioni është institucion, individi është individ, ndrysh sjellet individi si president, ndrysh sjellet individi si qytetar. E qartë. Lutem. Vetëm se do të mi pas parasysh plot çështje edhe për të cilat do shtohet se si ka pasur presidenti ose mendon që nuk do të bëhen problem ato. Ta zëm ne me 25 dhjetor ne nuk do të kemi personel ndërkombëtar që komë monitoru zgjedhjet. Edhe personeli edhe vendor që do të jetë numër i shumë do ndodhet në situatën ku krejt vendi është në atmosferë festive, edhe si do të jenë të përqendruar ata në një proces zgjedhor që nuk do të jetë vetëm ato 12 orët ose 4-15 orët asaj ditës procesi zgjedhor, po do të jenë edhe ditët e tjera. Po mirë, mos të paraqekojmë që nuk do të ketë. Pse nuk do të ketë personel ndërkombëtar? Shtruhet. Po pse të gjithë po e qep prioritare pushimin krahas punës, ata që janë me punë, ata kanë me qenë në punë. Ata që shkojnë në pushim, shkojnë në pushim. Profesor, ka mujt me qëllue, nuk i paraqekojmë. Pavarësisht se njerëzit që vinë, që është shumë mirë që kanë me përfshi në procesin zgjedhor diaspora, do të ketë edhe shumë njerëz që do të dalin nga Kosova. Sepse njerëzit kanë planifikuar edhe pushimet e veta në atë kohë dhe po besoj që nuk vjen numër të pakët për shkak të liberalizimit të vizave. Unë vetë kështu mund ka mujt me qenë dota 28, nësë me qenë e tjelë, po me qenë dota 31. Dala në zgjedhje ka me qenë më ulët në krahasim me dalje tjera. Sepse unë e këtë parashon. Për ndrysh, a del diaspora, nuk dalë diaspora, diaspora pavarësisht që vje fizikisht këtu. Aja ka shfrytzuar të drejtën edhe herën e kaluar. Ka gjë mënyrë masive. Ani mos e parashikoni diasporën. Diaspora është gjithë. Nuk ka parashikoj fare diasporën, do në fare nuk e marrë këtu me votu fizikisht se në u bë këtë përdorim me vota presidenti ka caktuar 27. Shumë mirë që është ofruar mundësia me votu edhe në ambasada dhe në konsulata, edhe sot KQZ kishte marrë vendin që t'i dërgoj flet votive. Votimin në shore nuk e po vetëm shkruata për presidentin që ka caktuar datën 28 për shkak të diasporës. Se diaspora vjen vend vet. Edhe me smordha ata votojnë me post, sepse sot është bon ajo pej KQZ-s që më është shku me zarf fleta e votimit. Por unë thash, presidenti është dosht ta merr parasysh propozimin e partive shqiptare shumicë. E ka marrë propozimin e Lëvizjes Vendosje, Alternativës dhe Guxës që kanë thonë propozojmë 28-shin. E 7 partive politike. Po Të lutem. Po ti marrim numrin e votuesve dhe anëtarëve të partive ku dolin. Këtu ka qenë kundër PDK-ja me datën 28, LDK-ja me datën 28, AK-ja me datën 28, Nisma me datën 28. Ndërsa këne kanë qenë VV, Alternativa, Guxa, dhe minoritete. Po në qoftë se është tim lopse dhe mbledhin dalin dikon para port ose parti tjera dalin më shumë me numër. Ata nuk duhet me thonë. Nuk dalin më shumë. Jo, është drejt e presidentit. Faleminderit. Po është më mirë për qytetarin me qenë para vitit të ri, me orë më kënaqë, me orë 22, pse na kanë hub edhe 15 të tjera. Po nuk e konteston këtë kritikë as këtë vërejtje të ndën askush. Por unë po të them një gjë. Në të drejtën e saj është. Sikur të kish dalë ajo jashtë kompetencave të veta, si presidente, kemi të drejtë këtu ta gozhdojmë. S'ka dalë. Është në të drejtën e vetë. A e ka respektu shumicën, apo pakicën, kjo të timbetet asaj në ndërgjegje, jo neve. Prof, faleminderit shumë, që ishëm mësafir, zotë Jode, faleminderit, zonja Edari, zonë Zeshiri, faleminderit, miq dashur dhe juve faleminderit që na ndoqët, miru pafshi.